Miqtë Prizmës, sot është 1 janar 2026. Për të ardhur kjo ditë, sigurisht janë dashur 365 ditë të tjera, të cilat kanë pasur në historinë e tashmë kaluar të një shoqërie si e jona, plot ngjarje, por ajo që dua të evidentoj edhe të them është se shpeshherë për të ardhur pikërisht ka ajo ditë kalimi e cila nuk është asgjë tjetër si gjithë ditët e tjera, por keni parasysh në pjesën e astronomisë, kozmizmin ton, të cilët nuk e vëmë re, di çfarë do të thotë 365 ditë. 365 ditë do të thotë që toka jonë i ka ardhur rrotull diellit plotësisht. Pra, planeti Tokë bën 365 ditë për të bërë xhiron e plot rreth diellit. Këtë ne festojmë si një vit kalendarik. Dhe pastaj të ndajmë me disa sisteme, për shembull, sistemin e mujor të hënës, sisteme të tjera, të cilat është java, dita 24 orë, sjellja e tokës rreth boshtit të saj. Instinktivisht nuk i dim, por ama këto janë bërë tashti. Janë bërë zhargonizëm, është bërë, si t'ja shpjegoj tash, natyrë dytë e njerëzimit dhe e njeriut dhe e shoqërisë, të cilat nuk kehen parasysh kur thuhet. Kur thua një vit, nuk ke parasysh që një vit do të thotë sjellja e planetit Tokë rreth diellit. Kur thua 24 orë, një ditë, është sjellja e tokës rreth boshtit të saj. Nuk e ke parasysh fare. Tashti, ajo që desha të trajtoja është pikërisht ky lloj zhargonizmi që kemi marrë ne. Po dëgjoja në disa pjesë edhe gjatë kohës, edhe gjatë 31-shit e gjatë. Një lloj histerie kolektive, kryesisht e Facebookut, po nëpërmjet Facebookut kuptohet edhe shoqëria dhe të kishte disa urime. Sa më tepër në burg, politikan në burg, qeveritar në burg, Rama në burg, Ballukja në burg, Berisha në burg, ky në burg, një dy janë në burg, Velie dhe Meta në burg. Të gjithë duhet të futen në burg. Është një histeri kolektive e cila tashmë moralin e saj e gjen ke burgu. Edhe këtu dua që të bëje sërish unë nuk i kam qef këto, as i kam qef, as nuk do t'i besoj kur, sepse e kam kaluar moshën e adoleshencës edhe njëkohësisht fëmirisë. Churchilli, por edhe përpara Churchillit, Montesquieu dhe Voltaire thonë që normalisht nisin që nga filozofët e Greqisë të lartë, të cilët rivendikojnë një farë mënyrë majtizmin, qëndrimin liberal dhe revolucionar të moshës së rinisë dhe të konservator të moshës time, që sigurisht e shohin në përmbajtje të tjera. Shoqëria këtu ke ne është bërë shoqëri tranzitive midis një marrëzie kolektive në diktaturë. Shikoni se diktatura nuk ka vepruar e vetëm, ka pas bashkëpunimin e shoqërisë son. Spionulliqet nuk i ka bërë diktaturat, ka detyruar, po spionulliqet i kemi bërë ne, shoqëria jonë. Vim nga një kolektivizëm në marrërinë e jashtëzakonshme dhe këtu e kam fjalën, sidomos 10-15 viteve të fundit që nga mungesat tragjike të ushqimit e të çdo gjëje në praktikat e klikës Enver Hoxhës, Nexhmijës, Ramizit e kompani, ku u ndalu dhe pula, u ndaluan vezët, u ndaluan lopët, u ndalua gjithçka, u ndaluan duke di televizorat, u ndaluan goshtet, gjithçka u ndalua. Njerëzit filluan të vjedhin. Nuk është se kjo shoqëri nuk ka qenë hajne, brigant kanë qenë shqiptarët e më përpara. Një pjesë shoqërisë shqiptare ka qenë brigant, por ama janë ndaluar, nuk duhet të historisë, para 44-s. Po flas mas 44-s edhe këtej. E di se si është vepruar edhe në kohën e monarkisë, para monarkisë edhe në kohën e vilajeteve. Normalisht i kanë pas hajna dhe kanë pas shoqëri hajnash, po sigurisht edhe janë ndëshkuar, ose vetë ndëshkuar sepse ka qenë një shoqëri deri një farmase armatosur.
Por në diktaturë, sidomos në vitet e fundit, kjo shoqëri pësoi deformimin ideologjik në hajni. Bjefjera në Shkodër ka pas një fjalë të dikurshme që thoshin, puna është nder, hajnia është jetesë. Po u formua pikërisht në atë kohë që mungonte gjithçka, do vjedhësh çdo lloj ndërmarrje. Do vjedheshin ndërmarrjet e basmave, do vjedhesh ndërmarrja kombinatet e drurit, qatë kishte boj, lak, gozhda, drasa, do vjedheshin ndërmarrjet industriale të prodhimit të reçelnave, gjalpit, nuk e di, të bukës, buka vjedhesh, makaronat, gjithçka, qatë kishte një ndërmarrje, gjithë SMT, do të vjedhesh vaj, do të vishin goma, qash nuk do të vjedheshin. Do bëheshin ato që konsideroheshin punë private, por nga që nuk kishte, sigurisht do të bëheshin në privatizëm dhe do hynte një farë mënyrë të privatizmi. U shfaq çdo gjë në konceptin e hajnisë, e vjedhurisë. Dhe e gjitha kjo, e një shoqërie e cila sigurisht donte i vend punë sepse do vjedhte, donte i vend punë jo për të marrë rrogën, sepse sado që të merrte 5.000 lekë, 6.000 lekë të asaj kohe, 7.000 lekë që ishte rrogë e madhe shumë, 3.500, 4.000, 4.200, se kaq ishin rrogat e punëtorëve të shkret, punojësve. Deri ato të kooperativave, mesela me ditë pune nga 30 lekë, nga 60 lekë, nga 120 lekë. Katastrofe jashtëzakonshme në bëve që e kishin diçka, ndërmarrjeve bujqësore, shtetërore, të cilët kishin një element më tepër. Pra aty vjedheshin. Vjedheshin ato në harat të kooperativave. Vjedhesh prodhimi, vjedhesh gjithçka. Sepse e kishin detyruar shqiptarin e shkret të vjedhte sepse s'kishte asgjë. Ishte një klik kriminale, bolshevike, folk bolshevike, se krahas bolshevizmit kishte edhe folklorizmin, katunarizmin e saj të jashtëzakonshëm, cinizmin e jashtëzakonshëm, kriminalitetin për ta parë tjetrin keq, të vuaj, që të përgjërohet, aman, më jep pak frym. U transmetua e gjitha mas 90-s. Doli një popull i rreckosur, i shëmtuar, hajdut, një shoqëri hajne. E bëri hajnin pjesë të jetesës. Po e përkthej edhe një herë. Puna është nder, si thoshin të punosh është nder, puna është nder. Edhe këta e përkthejnë pastaj hajnia është jetesë. Sepse sa jetosh më mirë. Nëse punosh në fabrikë lëkura, do vjedhë lëkura, do ta shiset për të bërë një palkpuc në privat. Më kuptoni gjithçka absolutisht. U transplantua mas viteve 90. Dhe tani ju që bëni si Jakobin, fëmijët e atyre që kanë vjedhur në atë kohë. Ti fusin burg, këtë një të futin burg. Baballarët tuaj, hëmër ti, Majmun, ti që ri para kryeministrisë bashkë me të Haklejn, do fusin burg, këtë do futin burg ju marë, majmunist. Imagjino të shi, thot, jemi emigrant, kanë ardhur nga periferit në Tiranë, dhe të shi konsiderojnë veten sikur janë kryeqytetarë. Po se kanë fjalën e këta majmun që nuk i shkon kush mbrapa, majmun tjerë janë ata që e bëjnë këtë punë, që kanë partitë e mëdha në dorë që i komandojnë. Mendon që është ndershme, dhe që Sali Berisha ose Edi Rama ose gjithë ta që na drejtojnë janë aksidente. Jo më miqtë mi. Nuk janë aksidente. Janë pjesë të kësaj shoqërie, është kuintesenca e kësaj shoqërie. Të gjithë me radhë, të gjithë ata që kanë drejtuar deri tani janë esenca e kësaj shoqërie. Është ngjashmëria, nuk e di, është ADN-ja e kësaj shoqërie që pastaj drejton. Kjo shoqëri i ka nxjerrë atë. Nëse kemi sot klasë politike hajne, mashtruese, shoqëria e tillë është. Kjo shoqëri i ka nxjerrë. Marrin veset e asaj shoqërie i çojnë sipër. Nëse klasa politike sot është gënjeshtare deri në paftyrësi, është pikërisht ajo shoqëri e asaj kohe që ka vazhduar tranzicionin në këtë kohë, në demokraci po themi, dhe që kanë nxjerrë pikërisht ata njerëz të cilët u përshtaten me parimin puna është nder, hajnia është jetesë. Në këtë 1 janar të 2026 janë shprehje për idiotësh ato që futenin burg këtë, futenin burg atë. Nga kjo shoqëri dalin edhe prokurorët. Si para vetingut tyne të cilët ishin hajnë atë gjithë,
ishin prokurorë dhe gjykatash, njëri më hajdut se tjetri, njëri më kriminal se tjetri, njëri më mashtrues se tjetri. Si do t'jenë të mirë? Si munden t'jenë të mirë këta? Nga kjo shoqëri, nga i tarikat gjykatësis edhe prokurorësh kanë dalë. A janë të gjithë? Sigurisht që nuk janë të gjithë. Ka dhe të ndershëm. Po është shumë e vështirë që të ndershmit të mbijetojnë. Të ndershmit heqin dorë, ikin, largohen. Sepse sistemi nuk i mban dot. Sistemi është i ngritur me bazën e gënjeshtërës, hajnis, mashtrimit, parimeve, puna është nder, hajnia, mashtrimi, jetesë. Hajnia, jetesë. Këtë vazhdojmë edhe sot e kësaj dite. Si ka mundësi të jenë mirë? Kur para 20 vjetëve, 30 vjetëve dhe më vonë pastaj në akademizmin e famshëm gjithçka blihesh e shitesh në diploma. Nga do të dilin më të mirë? Sigurisht nuk janë të gjithë. Por ata që janë të mirë, o mbeten në fund, o nxirren jashtë sistemit, se nuk i pranon sistemi i cili është mësuar me parimin, puna është nder, hajnia është jetesë. Si ka mundësi të jetë policia e mirë, e cila me vite, me dekada u mësuar që të vjedh, të grabist, të bashkëpunoj me krimin. Nga do të dalin të mirët, edhe nëse janë të mirët, sistemi do t'i nxjerrë jashtë, do t'i dhunoj, do t'i konsideroj njerëz gabim. Si ka mundësi që në punë si shteti të jetë mirë kur u mësua për 1 dekadë, 2 dekada, 3 dekada me parimin, puna është nder, hajnia është jetesë. Nuk janë të gjithë, po sigurisht ata që janë të ndershëm shtypen. Shtypen nga parimi, shtypen nga sistemi. Nuk munden dot. Nuk bëjnë dot. Ai sistemi nxjerr jashtë, i trajton keq. Sepse është jashtëzakonisht e ulët, sepse sigurisht kjo shoqëri është transformuar në të tillë. Prandaj kur i dëgjoj këto që thonë jakobinët e ri, këta idiot të ri që thonë burg, më vjen për të vjellë se kështu thonin dikur edhe ata, burg për këta. Kur erë dhe 45-ën kështu thoshin, burg për këte, burg për atë, burg për këte, burg për atë, dhe di që e morën? Sepse dhe ata kishin bërë faje në atë kohë. Ju morën pasurite, ju morën gjithçka, kishin një ndryshim për këtyre të sotme, se nuk i merrnin për vete, për e jepnin shtetit, po nuk është se vodhen dhe shtetin. Po dhe ata kështu thonin, burg për bejlerët e agallarët, burg për këta, burg për ata, burg për ata, burg për ata, e kthyen gjithë Shqipërinë burg. Kështu vërtet edhe Lapa i sot, edhe Isheja i sot, kështu vërtet edhe Partia Demokratike, bile po t'ishte në opozit, kështu do përtishte edhe Partia Socialiste. Sepse nga një sistem janë, sepse nga ky lloj sistemi kanë dalë të gjithë ta maskari. Vetëm kjo fjalë më bën për të vjellë, sidomos tash në 1 janar 2026, se e di që s'kan për të riparuar asgjë. Kjo shoqëri do të riparohet kur të ndrohet shumë brezi. Megjithëse prap trashëgon, edhe i brez që vjen trashëgon baballarët. Imagjino kur këta bërtasin për baballarët e tyre kështu. Për një brez që ka vjedhur i gjithi, çfarë mund t'i thuash? Megjithatë, shoqëria do eci përpara, si me hajna, si pa hajna. Normalisht shteti ligjor, ai që zbaton ligjet, është gjëja kryesore, por kjo vlen për shoqërinë, jo për individin. Duhet që shoqëria të çohet deri në atë pikë. Ndryshimi që bëjmë ne me danezët, ndryshimi që bëjmë ne me norvegjezët, me finlandezët, pastaj mund të shpjegojmë edhe me francezët dhe me gjermanët, me kompani që sot janë bërë dëmsh edhe ata dhe italianët. Ne jemi akoma më keq, ne nuk jemi as si grekët, bile nuk jemi as si komshit tonë. Në këtë pikë, mos e na mërzitet me ata burg. Se e kemi parë dhe herë tjera, ata që e din historinë e kuptojnë se çfarë do të thotë. Është akuzosh veten, të akuzosh një shoqëri komplet. Drejtësia nuk është burg. Drejtësia është ti gjesh fajtorët dhe ti dëshkosh ata. Nuk është burg. Këta e din vetëm çapaçulet edhe të marrët të cilët duan pushtet. Jo ata që e din se çfarë vjen prej pushtetit. Gëzuar miqtë e mi, vetëm me rregullimin e shoqërisë do të kemi një vend më të mirë. Një perceptim më të mirë për demokracinë dhe për zbatimin e ligjit. Përndryshe, me të tillë pasoja nga një shoqëri e deprimuar, e detyruar që të vjedhë, të mashtrojë, të gënjejë, do të jenë gjata.
vetëm rregullimi i shoqërisë mund ta bëjë këtë. Të jemi më të qetë, më të qartë se ku do shkojmë. Por duke qenë i qartë shumë se nga ku jemi nisur, nga kush është e kaluara jonë. Pa u qartësuar për këtë, kur nuk do bëjmë hapa të sigurt përpara. Gëzuar tashmë 1 janari 2026.